Me ardhin e sezonit turistik është rikthyer edhe trafiku i automjeteve në rrugët e qytetit të Shkodrës. Këtë të diel vëret se vargu e automjeteve në daljet të qytetit ishte rreth 1 kilometër. Temperaturat e larta që kanë përfshirë vendin tonë dhe ditët të pushimit kanë bërë që shumë qytetarë të drejtohen plazhit të Vilipojës, duke krijuar në këtë mënyrë rradhë të gjata automjetesh. Problem për lëvizjen e automjeteve vjen tjetër tek ura e re e Bunës. Kolona makinave që vjen nga Moriçani, ndërsa i shtohen dhe mjetet që vijnë nga qyteti në drejtim të Bachallekut, kanë krijuar bllokim të qarkullimit pranë rreth rrotullimit. Ndërsa punimet që po kryhen në rrugën nga ura Bachallekut drejt harkut të Brdicës është një tjetër problem për qarkullimin e automjeteve. Ditën e sotme, policia rrugore ishte e vendosur në terren përgjatë këtij segmenti rrugor për të bërë të mundur mbarvajtjen e lëvizshmërisë dhe evitimin e trafikut.